Fondi i Muzeut Historik të Shkodrës u pasurua me disa objekte të rralla që lidhen me jetën dhe veprën e mjeshtrit të madh të artit shqiptar Kolej Dromeno. Përgjegjësia e muzeut Majlinda Laçaj u shpreh se ky dhurim përbën një pasurim të çmuar për trashëgiminë muzeale të qytetit. Është një fat i madh sepse është një rikthim simbolik tashmë i kësaj figure në qytetin tonë. Është një rikthim i vlerave kulturore, por edhe shpirtërore në rrënjet identitare të qytetit tonë. Të pranishëm në ceremoni ishin trashëgimtarët e motrës tone, të cilët dhuruan një skulpturë të Kolej Dromenos të realizuar 12 vite më parë nga skulptori Genti Tavangjiu. Dushim me bo një farloj me rujt traditën, dhe Viktori ka qenë iniciator kryesor për me punu këtë skulpturë dhe ka paqet këtë skulpturin për me punu këtë. Kur ku marrë vesh për Kolej Dromeno në motrën tone, na kena ditë për dajen Skanjeti nga Shkodra, e këto kena marrë vesh krejt ma vonë. Një tjetër risi është dokumentari që po përgatitet nga regjizori Vrenin Ngecaj, kushtuar jetës së motrës së artistit. Jemi në fazën përfundimtare. Kjo ishte pjesa e fundit e filmit dhe besoj që shumë shpejt do ta përfundojmë filmin dhe i gjithë publiku i gjerë do të ketë mundësi ta sheh një tregim shumë unik. Ky akt u vlerësua si një kontribut domethënës për pasurimin e trashëgimisë kulturore të Shkodrës dhe për nderimin e figurës së artistit të madh që la gjurmë të pashlyeshme në historinë e artit shqiptar.